Në një atmosferë feste dhe entuziaste, kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me gratë socialiste në Vlorë. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Pallatit të Sportit Flamurtari, i cili ishte i tejmbushur nga gratë dhe vajzat në një aktivitet politik në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Por aktiviteti pati brenda edhe element artistik dhe patriotik, duke krijuar kështu një atmosferë përtej politikës. Duar tona që ndisën atë flamur që rezistoi rebesheve të kohës dhe u valvit krye lartë mbi themelet e heroizmit ton shekullor. Kryeministri Edi Rama theksoi se zgjedhjet e 11 majit janë shumë të rëndësishme për shkak se kanë mbi shpatua rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kryesocialisti sulmoi opozitën dhe liderin e saj Sali Berisha, duke cilësuar atë se lufton për interesat e tij personale. Me një vot të Rama ju nuk do të bëni vetëm një zgjedhje, por një investim historik. Është një zgjedhje mes Shqipërisë me BE-n në Europë dhe interesit kombëtar të një populli të tërë dhe hallit privat të një 80 e kusur vjeçari që vazhdon të provoj të bëj çorap Shqipërinë. Është një zgjedhje midis të mirës përbashkët të të gjithë dhe pa dallim bindjesh politike, pa dallim përkatësisht partijake, sepse bëhet fjalë për mundësinë e madhe që na është dhënë ne, në fatin nga sjell, që me një vot të bëjmë jo vetëm një zgjedhje, por dhe një investim historik. Rama theksoi se barazin përpara ligjit nuk e cënon dot askush. Kryeministri e vendosi theksin tek reforma në drejtësi, e cila sipas tij ka qenë suksesshme dhe është bërë me vullnet të lirë të Partisë Socialiste. Në drejtësi ishte tek zyra e të parit qeverisë. Nuk ka qenë kurrë në duart e një prokurori apo të një gjykatësi. Ajo që bëri Partia Socialiste, ajo që bëm ne së bashku, ajo që bëri shumica jonë në parlament dhe në qeveri falë mbështetjes që mori nga populli, është historike. Ne, me vullnet të lirë, i dorëzuam shpatën drejtësisë. Dhe natyrisht, duke i dorëzuar shpatën drejtësisë, ne morëm përsipër edhe të gjitha kostot që do vinin, sepse çarmatosëm veten nga një armë që nuk i takon pushtetit politik në një sistem demokratik. Kryesocialisti Edi Rama pati edhe një mesazh për gratë dhe vajzat e Vlorës në fund të fjalës së tij, një ftesë për të dalë në votime dhe për të votuar numrin 5 Partinë Socialiste. Që ju, të dashura shoqe, motra, zonja, duhet ta merrni përsipër Vlorën, ta merrni në krah, të mos lini shoqe e fqinje e krushk pa quar në votim dhe të mos lini edhe grua e vajzë demokrate pa folur dhe e para socialist e progresist dje me burra duhet a ndjejnë detyrë që të votojnë, e dyta ata që janë pavendosur le të vendosen bashkë me ne tek numri 5, dhe e treta pastaj ata që nuk mbushin fare, le të shpresojmë që gratë e tyre do t'i vënë në gjumë atë ditë që mos shkojnë fare të votojnë.